فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nimeti më i madh, vlera më e madhe, dhurata më e madhe, më e çmueshme që na ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu është që jena musliman. Është Islami. Kjo është dhurata më e madhe. S'ka dhuratë më të mirë se kjo që jena na musliman. E mas kësaj dhurate është shëndeti, është dituria, është Kur'ani, është sene tjera. Fjala e Allahut azza wa jall. Kur'ani është ajo rregulla që Allahu e ka vendosur në këtë fenë e vet, këtë fenë islame, edhe po na thot vazhdojeni jetën e juve me Kur'an, keni me kon të shpëtuar. Vazhdojeni jetën e juve me këtë libër, keni me kon të shpëtuar, keni me fitu. Edhe keni me fitu shumë. Shumë keni me fitu. Po e doni librin e Allahut. Ju po keni qef me jetu me librin e Allahut. Prandaj dhe juve Allah azza wa jall ja u çon edhe gjumin. Kfillni, në ora 7-8 kfillni, bohni gati edhe vidni për mi mësu do sene. E kush bëhet çka kryesor për me shkuti në xhenet? Bëhet Kurani. Kurani po bëhet. Se e ke lidh zemrën me të. E ke lidh zemrën me fjalën e Allahut azza wa jall. Ti asnjëri s'kena me pas jetën e lehtë pa kalu në për vështërsi dhe pa kalu në për ato sene që nuk na pëlqejnë. S'mujna mja bo jetën vetit lehtë pa kalu në për vështërsi edhe dhe më thonë që to që është në ato sene që s'na pëlqejnë. Disciplinë është ti pavarësisht dhimbjeve që i ki ti vazhdojnë.